Gjenovefa Saliaj nga fshati Buzëmadhi Cakrani të Fierit jeton e vetmuar prej 15 vitesh, pasi bashkëshorti i ndjerë dhe dy djemtë e saj përkatësisht 15 dhe 22 vjeç kanë ndëruar jetë. Gjenovefa Saliaj, e harruar dhe e vetmuar prej rreth 2 dekadash pa burrin e zemrës dhe pa dy djemt që i mor jeta në moshë fare të re, sot jeton në një shtëpi ku i ftohti dhe lagështia kanë hyrë në çdo mur, në çdo frymarrje, në çdo shpresë të saj. E sëmur nga zemra, e sëmur nga veshkat dhe e sëmur nga vetmia, ajo përballon jetën vetëm me 15.000 lekë pension, që nuk i mjaftojnë as për ilaçet. Gjenovefa lufton çdo ditë për të mbijetuar. Ajo nuk lufton vetëm me sëmundjen, ajo lufton me harresën dhe braktisjen e pushtetit lokal, nga i cili nuk ka pasur asnjë ndihmë, asnjë mbështetje. Gjithashtu asnjë shoqat humanitare, asnjë program social nuk i ka zgjatur dorën për ta ndihmuar, por e kanë lënë të jetojnë në një vetmi dhe mjerim. Prandaj në zemër të Cakranit, në fshatin Buzëmadh, mes rrugicave ku jeta rrotullohet e pandalur, jeton në heshtje kjo grua që ka mbetur krejt e vetme. Gjenovefa Saliaj nuk kërkon shumë. Ajo ka nevojë për kujdes, për mbështetje, për një dorë të shtrirë që t'i jap forcë në një jetë ku ka mbetur vetëm ajo dhe heshtja. Ky është një apel i hapur dhe urgjent, nëpërmjet të cilit ajo i drejtohet institucioneve lokale të Fierit, shoqatave dhe organizatave humanitare, biznesit vendas dhe çdo njeriu me zemër të madhe. Jam një banore nga fshati Buzëmadh, komuna Cakra. Jetoj e vetme. Jam në gjendje të mjerueshme. Më ka ndodhur një fatkeqësi në këtë jetë, më ka ikur bashorti dhe 2 fëmijë të rritur. Marr 150.000 lekë pension. Ato nuk më dalin për ilaçe. Jam në gjendje të mjerueshme. Ju lutem më ndihmoni. Ju lutem më ndihmoni. Jetoj në këtë banesë të amortizuar që më ka lënë bashorti dhe 2 fëmijë të rritur. Ju lutem bizneseve, komunave, bashkisë, njerëzit që kanë biznese, që më rrinë për krah, të më ndihmojnë sa do pak, të çojnë një dorë në zemër për mua të vetmuara. Ju lutem. Ju falenderoj. Televizioni Apollon bën thirrje të fortë, të drejtë për drejtë dhe të domosdoshme, për të mos e lënë Gjenovefën të zhytur në errësirën e vetmisë dhe të varfërisë, pasi ajo meriton dinjitet, kujdes dhe mbështetje, dhe jo harresë. Është koha për të reaguar dhe për të treguar se shoqëria jonë nuk i braktis njerëzit e saj ashtu siç i ka braktisur shteti. Kjo nuk është thjesht një histori. Kjo është ndërgjegja jonë. Dhe sot, ajo kërkon përgjigje nga të gjithë, nga autoritetet lokale, shoqatat humanitare, nga bizneset që kanë mundësi të bëjnë ndryshim, nga njerëzit me zemër të madhe që nuk duhet të lejojnë një njeri të moshuar të jetojë në mjerim, në vetmi, varfëri dhe në heshtje. Të gjithë duhet të kthejnë syt drejt Gjenovefa Saliajt.